Demokratët u thirrën këtë të shtunë në procesin e votimit një antar një vot për të zgjedhur kryetarin, ndërsa në garë ishte vetëm Sali Berisha. Teksa votoi në selin qendrore të partisë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, lideri demokrat ka përshëndetur antarët që votuan në mbar Shqipërinë në një proces që e cilësoi shembullor, në të cilin në mënyrën më demokratike dhe referendare u shpreh vullneti për kryetarin apo edhe kundërti. Sipas Berishës, votimi është një detyrim i rëndësishëm statutor për të gjithë demokratët. Përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbar Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnet e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm ndaj një procesi më demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore. Në një pjesë të tyre, më fani se janë pakicë, shumica përdorin procedura tjera duke përfshi edhe vetëm duar trokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. Lideri demokrat Sali Berisha ka garantuar se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet ndaj të gjithë demokratëve. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Berisha dha një mesazh të qartë në deklaratën për mediat, teksa tha se përfaqësuesit e botës së krimit nuk kanë vend në Partinë Demokratike. Besoj se përpritjet e një përfaqësuesi të botës së krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës së krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo.